Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirë se erdhët në episodin e radhës të podcastit tonë Fele. Sot me ju moderator Dardan Goshi dhe gjithashtu me ne Hoxh na rushiti Hoxh. Assalamu alaikum, mirë se u takuam përsëri. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Valla Dardan, mirë se u takuam përsëri. Hoxh, si të kam sot? Wallahi mirë, walillahi alhamd, falenderojmë Allahun, fuqi plot mirë jemi. Alhamdulillah. Mirë. Hoxh, inshallah sot do flasim pak më haptas për disa tema të ndryshme, nuk kemi një temë specifike sot. Okay. Pak kemi marrë një temë më të lirë, si e thojmë. Po tash Allahu e boft hajër, e boft mirë se ato angazhimet që I kemi të xhamit disa herë dhe nuk na mundsohet, më kupton që bëjmë një farë lloj pagës si para përgatitje, por edhe kjo është edhe podcasti. Të trajtojnë tema të ndryshme me aftësi dhe kapacitetin të cilën ne kemi dhe njohuritë, për të shpërnda njohuritë të cilat ne I posedojmë dhe shpresojmë që do ju bëjmë fajtë do bjerë të tjerëve. Amin. Allah shpërbleft. Ti si kalon? Mirë, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ja, ende në ushtria, po. Po. Qysh po kaloni në ushtri? Mirë, alhamdulillah. Se ju jeni mësuar me na poshtë në pyetje, me na pyetje, vetëm me na udhëtu me pyetje tuaja, po mirë është kështu mos I qenë ti në ushtri, se di sa e vërejtë dhe sa e përcolle se u bot pak postimi u bot viral, ha? Po. Edhe ti ishe te xhamia aty me ato ushtarët edhe në Ziria, po. Po. Falet namazin e Bajramit. Po. Mashallah. Alhamdulillah, po atëherës para se më parashtu ti mu pyetje dhe para se ne të flasim për pika për të cilat ti dëshiron, atë flasim diçka rreth masi që je ende në ushtri, si shkon ushtria, si musliman, Dardani musliman dhe të tjerë dhe sa vetëmi musliman ushtar, domethënë që patën një respekt nga shteti, qoftë ajo për agjerimin e muajit Ramazanit, e për faljen e namazeve, veç asaj unë sa që e di edhe siç më ke treguar edhe restoranti për ju ishte I hapur për ngërnje të syfyrit, apo? Na trego diçka se kështu ma bo halal se ke parasysh nga ai postim që ka u bo viral në rrjetet sociale, kishte komente të tilla, këto janë informata ato gjallarë. Okej, domethënë dhe o gjallarët po postojnë dhe po shpërndajnë informata të rreshme, jo të vërteta. Vërtet. Nëse kjo është çashtu atë na trego ti. Po, inshallah. Mas por falënderimet dhe lavdërimet takojnë vetëm Allahut. Falenderojmë për mundësinë se normal gjithçka ndodh me lejen e tij. E falenderojmë dhe shtetin e Zvicrës, sidomos ushtrinë, cila na ka mundësuar neve besimtarë musliman, tash shqiptarë më shumë se tash normal mbien edhe më shumë me shqiptarë me qenë ato si rreth, ju për se kemi diçka, po vetëm se tash normal rrethi e bën vetën e bën, se edhe tash unë jam në pjesë gjermane, nuk e flasun në cilin vend jetoj bo ushtri? Unë jam në vendin tash jam afër aeroportit Zurichit, jam në bazën e Bülahit thonë ata. Tamam. Edhe normal tash mas edhe nuk e flas tamam gjuhën, kuptoj se gjuhën cilën tjetër e flas është shqipja, kështu që ju bashkë na gjitha më shumë shqiptarëve. Normal tash edhe me atë ndjenjën e tyre apo bisedat që kam me ta, elhamdulillah kalojmë shumë bukur. Prap vazhdon ushtria me pas respekt më ndaj neve, edhe qysh e cek këti vetë, edhe ndoshta qysh kanë mujt me pa njerëzime, jemi bon të famshëm këto javën e kalum për çështjen e Bajramit. Allah e di më mirë, po me sa di tash ka qenë duket viti I parë I cili jemi liru direkt tash, ndoshta ka mujt me qenë ai vetë tjetër ku kanë kërku pushim, po në kut veçantë kut punës të ushtrisë, me sa di është viti I parë. Normal, domethënë viti I parë me këtë liri dhe të drejtë që shu dhanë ushtarëve. Për me shku më fol direkt në kut. Kjo është ere parë? Me sa e dion e po. Me sa e dion e po. Normal nuk kemi vërejt më parë një gjë të tillë.
Ndoshta që tregova, ndoshta ka mujt mi marr më herë sepse realisht nëse ma mundson mi zgjat pak më shumë këtë pikë, normal kemi pas kërku na më herët një pushim. Duket podcastin kime me marrë ti sonte. Jo. Alhamdulillah. Jo. Alhamdulillah. Po na kemi pas kërku një pushim për ditën e premten. Për domethënë Bajramin, ditën e Bajramit, por në fakt nuk na u ka mundsu për arsye se ka qenë përgatitja për ditën e familjarëve. Është një ditë ku është vetëm për familjarët, në ushtri e cila domethënë na e përgatitëm të gjitha gjërat tash për mi prit familjarët e ushtarëve. Po. Ata vini i shikojnë siç është baza, siç është kazerna, vendi ku Me një fjalë çysh e bën ushtrinë Po. fëmijët e tyre. fëmijët e tyre, na ashtu. Edhe për shkak të asaj na nuk na ka mundësia më liru me pos pushim, për me domethënë më shku me bo Bajram, edhe me familjarët tonë. Por megjithatë kemi pas bisedu me një person i cilin e kemi nër komandant kompanisë tonë, ku i kemi kërku për me na mundsu neve, me kështu me na mundsu neve për me shku bile spaku me fol Bajramin në xhami. Dhe njëherë nuk ka qenë shumë aja, si me thonë, për po, ma shumë ka qenë për jo, po tash që shtregova ma herë gjithçka bëhet me lenë edhe me ndimin e Allahut. Dhe në një farë mënyrë besoj se të ne gjithë besimtar musliman, tash unë po flas për vetveten, për tjerë nuk mund me fol, po besoj kanë pas edhe atë ndjenjë se një Ramazan pa Bajram është diçka një farë mungesë është, sepse pas 30 ditë agjerim, po 29 ditë agjerim, kemi dëshirë, kemi Kajmaku i Ramazanit. po, Është Bajrami. është një ditë e veçantë dhe është një ditë gëzim, Po. fest, Po. dhe na u dëke për veti më dëke diçysh si mungesë. Tash një farë si mërzie në zemër. Edhe pse s'patë mundësi të bleni tesha të reja, po i keshi teshat e ushtrisë. Po i kemi dy porë tesha të ushtrisë. E kemi një që janë për punë e një për dalje. Ashtu. Tash normal ne kanë thonë po mi marr teshat e A nuk daljes. nuk keni problem, nuk keni pengesë për prezencë, pjesëmarrje në xhami dhe falje të namazit dhe kryerje të ritualeve fetare me teshat e ushtrisë? Po thunë në kazena ato, po Ju, më thënë gjatë kryerjes së ushtrisë, jo. prezenca ju e pjesëmarrje në xhami për kryerje të ritualeve, për kryerje të namazit, është problema ju për ju apo jo? Po neve Se direkt pse, musliman, po. po prej ushtrisë e ki. Për ushtrisë kam Jo, për ushtrisë se ti je në ushtri, ndoshta ka rregulla që nuk lejohen për shembull me teshe të ushtrisë me kanë në xhami, po siç u pa Vërtet. ju ishi gjithë aty me teshe të Vërtet. ushtrisë dhe jo, do të thënë është e lejuar është. Po, losh problem pyetje si me vën është sepse normal ushtari ka për detyrë mu paraqit çdo njeriu duhet mu paraqit në mënyrë më të mirën, po tash ushtria tregon se ushtari duhet me kon lloj shembulli. Si për shembull gjatë udhëtimit apo në për rrugë kur të dalemi, duhet me kallëzu shembullin sepse jemi ushtria e Zvicrës. Po, për këtë çështjen normal nuk hin në atë kategori pse se është e drejta e secili njeriut që është këtu në Zvicër, është domethënë praktikimi i fesë tij, përderisa nuk hin në kundërshtim ose nuk pengon ushtrinë. E normal ta nuk e parashojnë që namazi apo agjerimi është pengesë për ta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Unë lutë Allahun azza wa jalla që të jep sukses bereqet Amin, në jetën tuaj, edhe të ju ruan për çdo të keqe, Amin. për çdo belaje, për çdo fatkeqësie, edhe u kthefshit në gjinin familjar Amin. mirë, shëndosh. Losh probleft. Amin në gjithë ty. E sa i përket aty komentet që të kanë shënuar se Po, janë lojme të hoxhallarëve. pa lemet hoxhallarëve. Mundemi edhe në tjetër në epizod nëse ki dëshirë me orë me tesha të ushtrisë dhe e shohin se nuk ka qenë Po pse jo, lajmet nëse të ajo hoxhallarëve. nuk është problem për ty dhe je në ushtri, Po. pse jo? Më thënë edhe inshallah. si xhamatli, xhami El Fela, si ekip i podcastit El Fela, si moderator Po. El Fela, edhe si kryes i ushtrisë. Ushtar. do të thënë. Po normal gojët e njerëzve nuk mund të patjetër. ndalen asnjëherë dhe me i knaq gjithë njerëzit është diçka e pamundur. Por normal ato lloje komente të tilla nuk janë kurrë tjetër përposa shprehje të mllefit Po. që e kanë në zemrat e tyre, po ne lutemi për ata udhëzim. Amin. Inshallah t'ju udhëzon në rrugën e drejtë dhe
t'ua qartëson të vërtetën nëse janë kërkues të së vërtetës. Amin. Është pak për të më zitur pak se ne gjithmonë shqiptarë jemi njohur si një popull i cili ka mujt me bashkëjetu edhe pse kemi feja domethënë të ndryshme tek ne. Është pak për të më zitur se në ditën e sotët kemi shumë këto pengesa ndaj sidomos neve muslimanëve se sot sikur mi pengua ata në ekstrem. Po e diçka një numër të vogël normal që mund t'i konsiderojmë si islamofobë më të mëdhej prej popullit tonë shqiptar që tentojnë, mundohen, po harxojnë energjinë, po e hupin forcën e tyre në diçka që është e keqe dhe dëmshme për ata për dynja dhe në ahiret. Prandaj ne përsëri pa marrë parasysh me qëllimet e tyre që ata i kanë, lutemi për ata udhëzim, që Allah t'ju udhëzon në rrugën e drejtë dhe nëse janë kërkues të së vërtetës, Allahu ta mundson që ta gjejnë të vërtetën. Nëse nuk janë kërkues të së vërtetës, Allahu t'u angjall zemrat e tyre ta kërkojnë të vërtetën, sepse jeta jetohet një herë, nuk jetohet dy herë. Vërtet. Hoxh vule për forcë, pika e radhës është qëndrueshmëria në rrugën e Allahut. Por tash masi na tregove diçka rreth qëndrueshmërisë tënde, edhe kudo që të jesh, musliman duhet të jesh. Vërtet. Kudo që të shkosh, Alhamdulillah. krenar me besimin tënd duhet të qëndrosh. Kudo që të shkosh, identitetin tënd, besimin tënd mos ta fshehesh. Alhamdulillah. Edhe krenohesh me atë që ti posedon e ke besim që qëndrohesh të vërtet. Wastaqim kama umirt. Allah thot pejgamberit sa të qëndro ashtu siç u urdhërove. Me qëndru, me pas qëndrueshmëri në rrugë të vërtetë ndinin Allahut nuk është për një ditë, për një javë ose vetëm për një vend të caktuar, ose vetëm për një kohë të caktuar. Unë vetëm gjatë Ramazanit kam me qëndru rrugë të Allahut, kam me fal taravih, kam me xhiro, pas Ramazanit përsi vazhdoj me temën që ashtu siç kam vepru para Ramazanit, jo. Ose unë kam me qenë musliman vetëm xhami, po ashtu xhamis përsëri vazhdoj me tmijet. Jo. Udkhulu fi silmi kafe, hyni në fenë të Allahut në tërsi. Jo në një çështje musliman, në një çështje tjetër jo musliman, ja. Nuk shkon, kështu nuk bën. Edhe nuk pranohet kjo. Pra jemi të urdhëruar që të përmbahemi me urdhrat e Allahut. Të ruajmë urdhrat e Allahut. Të largohemi nga lejsave të Allahut subhanahu wa taala dhe të qëndrojmë rrugë të Allahut azza wa jall, siç e ka urdhëruar pejgamberi sa që jemi të urdhëruar edhe ne. Dhe jemi të urdhëruar që ne të adhurojmë Allahun subhanahu wa taala deri në vdekje. Pa marr parasysh ku je, ai në ushtri, ai në punë, ti je ai. Ti ke besim të pastër dhe të shëndosh dhe ti ua tregon të tjerëve atë që ti post e ke fshihet brendin tënde dhe sa e mirë është ajo që ti e ke dhe dikush nuk e ka dhe ka nevojë që edhe ai ta ketë atë të cilën ti e ke. Kështu që mas Ramazanit ne duhet të jemi musliman, jo vetëm gjatë Ramazanit. Ne duhet ta falim namazin edhe mas Ramazanit siç e falim edhe gjatë Ramazanit. Ti duhet ta falësh namazin kudo që të jesh. Ja keni ushtria atje, po përsëri keni botujen, keni kërku, do të bësh sebepet, do të kërkosh, do të folish, Allah ta ka dhënë gjuhën, do të kërkosh, kërkohet të drejtat e tua kërkoj. Se Allahu është rrotulluesi i zemrave të njerëzve. Allahu është kontrolluesi i zemrave të njerëzve. Dhe Allah ta mundson e realizon dhe befasosh. Pse u çmendën me atë foto, e cila u shpërnda dhe u po virale rrjetet sociale. U çmendën ata të cilët kanë zemrat të mbushura me mllaf, me urrëtie. Okej? Kur një zvicran që ka në i përket një feje, do të thonë është krishter ose ta mundson të hap këtë drejt sepse e kupton se këtu janë njerëz që jetojnë nga vende të ndryshme me feja të ndryshme edhe ta mundson. Alhamdulillah. Por ja ai i cili është përkatës i njëjtës komsi, domethënë sigur ty e ka zemrën të mbushur me mllaf dhe e shprehat mllafin e tij, por sidoqoftë. Vëllai ndërdan, ne musliman duhet jemi deri në vdekje. Ne duhet të adhurojmë Allahun deri në vdekje. Ne duhet të njohim Allahun deri në vdekje. Ne duhet të adhurojmë Allahun deri në vdekje. Ne duhet të jemi të kujdesshëm ndaj urdhrave dhe ndalesave të Allahut deri në vdekje. Pra, të jemi të sinqertë me Allahun. Jo vetëm për sy e faqe ose me eufori,
për një kohë të caktuar si vetëm për Ramazan, ajde tash po çojnë i mushim xhamijet për namaz të taravis, dhe si që din vini për namaz të taravis, sabah nuk i ke ose namazet tjera nuk i ke. Kjo e gjitha ludon tregon në mungesën e njohjes së vërtetës dhe mungesë e dijes, edhe se njerëzit nuk e dinë se çka është më e mira, çka është e vërteta. Është më e mira namazi obligativ apo namazi i taravis. Dhe çka kërkohet pastaj pas muslimanit pas Ramazanit. Kështu që këshill për mua dhe për vëllezërit motra të përgjithësi, të qëndrojmë rrugën Allahu deri në vdekje. Të qëndrojmë sepse vjen momenti ku pastaj do të kërkojmë, do të dëshirojmë që të kthehemi dhe të qëndrojmë edhe të vazhdojmë këtë rrugtim, por do të jetë gjithçka vonë për të gjithë. Ja, ne jetojmë ende, alhamdulillah, marrim frymë, ende jemi në këtë botën, këtë dynja, dhe mundësit i kemi që ne të përmirësohemi, të pendohemi, të vazhdojmë duke ecur rrugës Allahut subhanahu wa taala, dhe qëllimi i gjithë këtij mundi, kësaj lështi është arritja e kënaqësisë Allahut, që pastaj Allahu na kënaqë me të mirat e tij në xhenet. Inshallah. Hoxh, tash tani kisha pas dëshirë me thonë një këshill të vogël që muna me jep prej një prevojës të vogël që kam unë, para se të shkoj në ushtri, nuk e disha, ndoshta është gabim, ka qenë gabim, ndoshta mendimi jam, po ashtu e pota. Nuk e disha sa me qenë vetvetja për çështjen fetare. Dhe pastaj Allahu ma qetësoi zemrën dhe thash se pa marr parasysh e vazhdoj sikur sikur kam para ushtrisë. Dhe dishte Allah me kitë, sepse ku mbështet atij, dishte Allah, besoj se edhe jam shumë i bindur se për shkak që e kam mojt qatë vetën që dushmërinë teme, ka qenë më shumë dobi se me pas, domethënë me pas ndryshuese, me lujt një rol tjetër. Normal. Ndoshta pse pe tham këtë se e di që ka vëllezër dhe motra të cilët për shkak të vendit punës mundohen pak me mshefat dhe kanë frikë që largohen, po tek e fund Allah e çon rrezikun secilit, dhe nëse çaj vend ku ti nuk mundesh mi shprehat fen ose mi praktiku fen ton, atëherë ti nuk je në vend duhur, thjesht. Thot Allahu fuqiplot, inna ardullahi wasi'atun fejaje fa'budun. Në fillim para se ta përkthim këtë ajet, kur mizorët, zullumqarët do t'japin shpirtin, do dalë shpirti për trupit e tyre. Do vinë engjujt, me laqet, dhe do thuhen, do drejtohen atyre me këtë fjalë. Fime kuntum, si ishte gjendja juaj, puna juaj në dynja? Si e tuat jetën? Do të përgjigjen, qalu kunna mustadafina fil ard, ishim të dobët në dynja. S'kishim mundësin. Ishim me një vend ku rante kishim të shpreheshim. Isha me një vend pune ku s'kisha mundësi që të kërkoj të fal namazin. Kisha punë me do njerëz shumë të komplikuar. Këto do të jenë fjalët por Allahu subhanahu wa taala tek edhe engjëj do thonë, po a nuk ishte toka e Allahut e gjerë që ta adhuronit Allahun? Fatuhajiru fiha, as ishte toka e Allahut e gjerë? Sa vend? Kjo tokë është e Allahut, nuk është e ime, jote askujt nuk është. Njeriu vjen e shkon. Ajo që dëshmon se njeriu s'ka kur gjë këtu është se njeriu lind dhe vdes. E më fund kur gjë nuk merr për kësaj dynjaje. Kishte qenë pronari i saj, do ta mirte me vetë dynjan. Por asgjë. E pra që ka dhënë mund të shlodh gjatë tërë ymrit jetës së tij, më fund s'merr kurrë. Pra e gjithë i përket Allahut subhanahu wa taala. Atëherë mos harro Allah. Mos u largo për Allahut. Dhe kërkoj atë që është e jotja, që është e drejtë e jote. Që Allahu ta ka dhënë që të drejtë. Dhe dije se njeriu është njeri. Allahu është Allah. Dhe kur Allahu e zbuzë, besoj sa të risa njerëz kanë pas shumë shqetësime shpirtërore, nuk kanë ditë si t'ja nisin sen. Kam thënë, mira, a ke kërku ti se kështu në Zvicër është me ligj. Me ligj e ke të drejtë të fash namazin në punë. Me ligj është. S'ka të drejtë me të pengu. I thë, po ti e ke kërku? Po jo.
Po kërkohet. Ti thoj, thoj patronit, thoj shefit. Ose kur vjen, bile ja kanë veçu vendin ku ta falen namazin. Pra, kur ta shohësh që nuk është dobësia të hujt, të tjerët, përkatësit e feve tjera, problemi është tek përkatësit e fesë islame që nuk e kërkojnë atë që duhet ta kërkojnë, që nuk e shpreh atë që duhet ta shprehin, që nuk e thonë atë që duhet thonë, edhe vazhdojnë kështu jetën, duke fsheh identitetin, fenë, i besimin e tyre. Jo, që në një kohë shumë kollaj lehtë e shpreh besimin bindjen tënde. E gjë kush e ka bindjen e tij, e ka besimin e tij. Ti fen tënde, ai fen e vet. Edhe këtu ku ti respektohesh dhe të respektohet. E bindja jote, përkatësia jote fetare e religjioze. U kështë puna. Hecë rrugës të Allahut, Allahut të sukses e bereqet. Inshallah. Përmene një fjallë pore që me rujt Allahun. Thojnë ruaj Allahun, Allah do të ruan ty. Po kështu i tha pejgamberi sa i bën Abbasit. Ahfadillah yahfadhak. Ruaj Allahun, Allah ka me të rujt ty. Pra kjo lidhet me çka të cilën e kemi thënë deri tash. Ruaj kufit e Allahut. Se Allah s'ka nevojë, çka nevojë Allahu ne me rujt atë. Normal. Çka bëjmë ne me rujt, Allahu krijuesi të gjithë shkajt. Mos jetë të cilët është pafund. Pra ruaj kufit e Allahut. Kujdesu për urdhrat e Allahut. Realizoj urdhrat e Allahut. Largo ndalesave të Allahut. Largo gjunaheve. Allahu ka me të rujt. Kur ti kujdesesh, je i kujdesshëm, u ruesh gjërave të këqija, pra u largohesh gjërave të këqija, pra gjithçka maksimum mundohesh të veprosh sipas asaj që do Allahu fuqiplot. Allahu ka me të rujt. Sepse meriton mbrojtjen dhe ruajtjen. Ke parasysh mbron, edhe e meriton. Se kur ti je me Allahun, Allahu ka me kanë me ty. Allahu do të jetë me ty. Po përdesë ti je me Allahun, Allahu s'ka me kanë me ty. Allahu është krijuesi i gjithçkajt, pra me një fjalë të le pas dore. Nuk je në mbrojtjen e Allahut. Kështu që ta ruajmë Allahun. Pra ti ruajmë urdhrat, të kujdesemi, mos të kalojmë kufit Allahut subhanahu wa taala, të realizojmë urdhrat e Allahut me të cilën e ka urdhëruar, gjëherë do të jemi në mbrojtjen e Allahut subhanahu wa taala. Hoxh, tash me gjitha këto, normal se na të gjithë besimtarët musliman kërkojmë që me qenë të dashur tek Allahu. Pyetja është, cili është më i dashuri tek Allahu? Më i dashur tek Allahu je ti. Inshallah. Inshallah. Amin, inshallah. Inshallah, amin. Më i dashuri tek Allahu është ai cili mundohet me u bë dobi njerëzve. Siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ahabbu an-nas ila Allah anfa'uhum lin-nas. Njeriu më i dashur tek Allahu është më i dobishët tek njerëzit dhe për njerëzit. Këto mesazhet të cilat ne mundohemi t'u përcjellim njerëzve. Dhe në mënyrë të ndryshme që mundohemi t'u bëjmë dobi njerëzve. E të tjerë, dhe çdo kush që mundohet t'u bën dobi fajde njerëzve, të jetë në favor të njerëzve, për hajër, për të mirë të njerëzve, është i dobishët. Ai është më i miri tek Allahu subhanahu wa taala, sepse nga ai njeri kanë fajde, kanë dobi njerëzit. Kur ndron të jetë dikush kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thoshte mustarihu mustarahu min. Është rahatuar dhe janë rahatuar ose janë rahatuar nga i. Sahabët i thanë si ja Rasulullah. Po tha patjet besimtar e ka rahatuar vetveten ma nga të këqijat fatkeqësitë e kësaj dynjaje. Ka shpëtu. Po. Por nëse ka qenë i keq zullumçar, janë rahatuar besimtarët, kafshët, krijesat nga ai. Se përderisa ka qenë gjallë, ka qenë sharr vetëm për njerëzit. Unë kur do të vdesim nesër, do të thënë njerëzit se u rahatuam, apo do të thënë se po na mungon, sa po na bën të dobi me fjalët e tij, me këshillat e tij. Këta cekim se kur vdes njeriu i dobishëm, njeriu që u bën fajde të tjerëve, që u bën dobi të tjerëve, pra atë njeri çan toka, çajn qejt, çajn kafshët, çajn për largimin hikjen e tij. Sepse
kur vdiq Firauni, Allahu tha, fama bakat alayhim as-sama wal ard. Mos gaboj. Nuk çajti toka e as qielli. Çdo njeri zullumçar kur vdes, nuk çan as toka as qielli. Sepse njeriu i keq, gjatë jetës së tij ka qenë i keq për tokën, për njerëzit, për kafshët, për qiejt, për melaçet, për çdo gjë. Sepse u ka qenë se një shpesh njerëzit thonë po lebe për vetë ju, s'është e vërtetë për vetë. Ai me veprat e tij të këqija u ka bërë dëm të gjithëve. Edhe qiejti ka dëmtu, edhe tokën e ka dëmtu, edhe toka ka pas zarar, ka pas dëm për të është dëmtu. Edhe njerëzit, edhe familjarët, edhe fëmijët, se veprat e tij kanë qenë të këqija, dhe ai nuk ka sjell përmes atyre veprave përpose keq, dëm. Dhe njeriu kur bën keq, veprat hipin në qiell. Dhe nëse janë vepra të këqija, ke parasysh kalojnë te porta e gjukut, se gjukush e ka derën e tij në qiell. Edhe nga veprat e tij të këqija dëmtohen edhe engjëjt, edhe qiejt. Edhe toka, po kur vdes, gëzohet toka. Gëzohet toka me largimin e këtij personi. Gëzohet edhe qiejt. Gëzohen edhe njerëzit. Ama kur vdesin namazli, kur vdes njëri i dobishët, njëri i hajrit, çan edhe toka, se ma sejdë nuk bie, nuk bën. Se ka shku, ka vdek. As veprat e mira ma nuk hypin në qiell, se ka vdek, ka ndrua, çajin edhe qiejt. Pra u mungojnë qiejve veprat e tij të mira, të cilët kanë hyp çdo herë në qiell. Pra u mungon edhe kafshëve edhe njerëzve. Më i miri për njerëzit, më i dashur tek Allahu, është më i dobishëm për njerëzit. Çdo jetë të mundohemi të jemi të dobishëm, të jemi të hajrit, të sjellim dobi të tjerëve, vetë familjarëve, sepse kjo jetë si ta mos kalimtare, por për të sjellë dobi të tjerëve, duhet të qëndrojmë dinin e Allahut azza wa jall. Duhet të jemi të qëndrueshëm, të paluhaçt. Po. Është një rrugë. Hadha sirati mustaqim, fattabihu. Kjo është rruga ime vërtet, pasoni. Rruga e Allahut është një. Rruga e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai është rruga të cilën ne duhet të ecim. Dhe çat rrugën ne duhet ta ndjekim. Kush ndjek rrugën e Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai i bën dobi vetit dhe të tjerëve. Kush ndjek, pason rrugë të tjera, rrugë të djajve, ai i ka sjell dëm keq vetit të tjerëve dhe çdo kush që kanë jetu prath. Allah na bëf për atyre personave të cilët pasojnë rrugën e Kuranit dhe Sunetit. Amin. Hoxh, do arritëm në përfundimin e këtij episodit. Allah shpërblet për kohën tënde, për përgjigjet tuaja. Para se të përfundojmë, amin. Para se të përfundojmë, mas pari dua të falenderoj të gjithë sponsorët, vëllezërit dhe motrat që kontribuojnë për këtë projekt, dhe një mesazh si të fundit për këtë epizod. Ky është epizodi i fundit i këtij sezoni. Mashallah. Alhamdulillah. U boni një sezon. Një sezon, mashallah, kemi përfunduar një sezon. Sa u bë prej kur është hapur podcasti i xhamisë? Tash e kemi hapur pas pushimit verore, do të thonë ka qenë shtator tetor. Alhamdulillah. Çfarë? Po, alhamdulillah. E tash që ju do keni nevojë për sponsorë tjera po si? Po, tash normal nuk mundemi më herë me vazhdu në javën e ardhshme episodin e radhës, na nevojitet pak kohë, po me lejen e ndihmën e Allahut së shpejt do të kthehemi. Tash normal për sezonin e dytë, normal do të shpërndojmë edhe në rrjetet sociale, kemi nevojë për sponsorë të rinj. Ato i shfaqëm edhe paketat e sponsorëve, tash normal e paraqitëm ato. Shpëleft ata që kanë kontribuar dhe kontribuojnë. Amin bashkë me ton. Normal ato i paraqitëm të gjithat informatat duhura, edhe tash inshallah do rikthehemi së shpejt me disa gjëra të reja bi'idhnillah. Allah na mundsoft, Allah shpëleft. Amin bashkë me ty, Allah shpëleft të gjithëve, shihemi inshallah së shpejt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.